Ata që përdorin kompjuterin dhe udhtojnë shumë, nuk do t'ishte keq të kishin një sistem që do t'i ndihmonte të lexonin ose shikonin informacionin që kanë në kompjuter, pavarësisht se në cilin vend të botës ndodhen. Ky sistem tashmë ekziston, madje së shpejti do të vihet në qarkullim edhe në gjuhën shqipe. Shqiptaro-amerikani Donald Leka është kryetar dhe shef ekzekutiv i kompanisë Transmedia me qendër në New York, e cila ofron një sistem të tillë që quhet Glide. Duke folur me lidhje satelitore nga New Yorku, zoti Leka na njohu me disa nga zhvillimet e fundit që lidhen me sistemin Glide. Ai u intervistua nga kolegu ynë Ilir Ekonomi. Zoti Leka, ne ju kemi intervistuar edhe më parë dhe ju na keni shpjeguar se si funksionon ky sistem, por më lejoni t'ju pyes se në çfarë faze ndodhet tani sistemi Glide? Me 29 maj ne vëmë në qarkullim versionin 3.0 të sistemit të operimit Glide në Carlsbad të Kalifornisë në një takim të quajtur D-Conference ose konferenca digjitale. Mes pjesëmarrësve ishin personalitetet të tillë si Bill Gates, Michael Dell, Rupert Murdoch e të tjerë, dhe reagimet ndaj sistemit ton ishin të shkëlqyera. Këtu kemi pamje nga paraqitja që ju i bët sistemit Glide në Kaliforni. Përse mendoni se pjesëmarrësit treguan interes? Pra çfarë ofroni ju me këtë sistem? Glide është një sistem për menaxhimin e dokumenteve në kompjuter, një sistem që funksionon me të gjitha mekanizmat digjitale që mund të keni. Ai është kompatibël edhe me çdo lloj kompjuteri që mund të përdorin personat e tjerë me të cilët ju komunikoni. Njerëzve u pëlqen ky lloj kompatibiliteti. Veç kësaj, ky sistem të jep lëvizshmëri. Për shembull, pjesëmarrësit në konferencën digjitale janë njerëz shumë të zënë dhe një pjesë të mirë të punës e bëjnë nga telefoni celular. Prandaj aspekti i lëvizshmërisë, mundësia për të kthyer telefonat celular në kompjuter dhe jo vetëm në telefonat e tipit BlackBerry, ishte për ta diçka shumë interesante. Pra, nëse kemi një telefon si ky, në thelb ne mund të kemi akses në dokumentet e kompjuterit ton personal, pavarësisht se ku ndodhemi, në Shqipëri, në Kosovë, kudo tjetër apo jo? In Albania or in Kosovo? Yes, what basically would happen is that po, dhe ja se si bëhet. Ti mund të sinkronizosh kompjuterin që ke në punë me atë që ke në shtëpi dhe me anë të telefonin, mund të lexosh apo shikosh të gjithë informacionin që ke në këtë kompjuter. Jo vetëm kaq, çdo veprim që bën me këtë informacion pasqyrohet njëkohësisht në të gjithë këta kompjutere. A do të thotë kjo se nëse ke një telefon celular dhe nëse je i lidhur me sistemin Glide, në fakt mund ta kthesh telefonin tënd në një mjet me të cilin për shembull të mund bësh tregti në një farë kuptimi. Në një farë kuptimi po, sepse në këtë rast ti nuk bën gjë tjetër veç se i heq vetes nevojën për të patur me veten një kompjuter. Për shembull, nëse fillon një projekt në zyrë, ti mund ta përpunosh këtë informacion me anë të celularit gjatë rrugës në shtëpi, kur je duke udhëtuar me tren. Pastaj pasi ke arritur në shtëpi, mund të bësh informacione ndryshime të tjera. Pra, nga telefoni mund të punosh me një word processor, mund të komunikosh, mund të bashkëpunosh për një projekt, pra të punosh së bashku me një koleg i cili ndodhet diku tjetër, madje mund të bësh montazh fotografish. A keni sistemin edhe në gjuhën shqipe? Yes, we have. Po, e kemi. E kemi përkthyer tashmë në shqip dhe do të jetë gati për përdorim me 10 korrik. We're launching glidealbania.org on July 10th. Thank you. Thank you very much, Ilir.